Mirë se erdhët të dashur Virgjëreshën në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Sot kam vendosur të lexoj për një temë për mendimin tim shumë të rëndësishëm. Çfarë duhet të ndryshosh tek vetja, te jeta jote që të ecësh përpara. Dhe duke ju çortuar, sepse ndonjëherë nuk është mungesë e mundësive të dashur Virgjëresh ajo që na ndalon, por mënyra si mendojmë, si reagojmë dhe zgjedhjet që përsërisim çdo ditë. Fillojmë me 7 të ajrit të dashur Virgjëreshë. Ky lexim fillon me një letër që flet për dijen dhe logjikën. Ti je një njeri që nuk vepron pa menduar. Të pëlqen të kuptosh situatat, të mbledhësh informacion dhe vetëm pastaj të marrësh një vendim. Kjo është një cilësi shumë e mirë, por letrat më tregojnë se ndonjëherë edhe e tepron me analizën. E mendon një situatë nga çdo kënd, kërkon përgjigjen perfekte dhe pa e kuptuar humbet kohë që nuk kthehet më. Ka raste kur ke nevojë për më shumë informacion, ke nevojë vetëm për një vendim. Shpesh e vind veten se ende nuk je gati, se duhet të mësosh edhe pak, të presësh edhe pak, të sigurohesh edhe pak, por jeta nuk të jep gjithmonë kohën që dëshiron të dashur Virgjëresh. Kjo letër të pyet, apo kërkon vërtet përgjigje, apo po e përdor dijen si justifikim për të mos vepruar. Sepse ka një moment kur të menduarit nuk të qon përpara, vetëm veprimi e bën këtë gjë. Dashuria. Mos e shikoni këtë letër vetëm si dashuri mes dy njerëzve. Kjo flet për mënyrën si lidhesh me njerëzit dhe me jetën. Virgjëresha zakonisht jep shumë përmes veprave, jo përmes fjalëve. Tregon kujdes duke ndihmuar, duke zgjidhur probleme, duke qenë pranë kur dikush ka nevojë. Por ndonjëherë harron të pyes veten, apo marr të njëjtin respekt që jap. Sepse ka një ndryshim mes të qenit i mirë dhe të lejosh që njerëzit të mësojnë të marrin gjithmonë nga ti. Kjo letër të kërkon apo të kujton se një marrëdhënie e shëndetshme nuk mbahet vetëm nga një person, qoftë në dashuri, familje apo shoqëri. Përgjegjësia duhet të ndahet Virgjëresh. Nëse gjithmonë je ti ajo që telefonon, ai që kupton, ai që fal, dhe ai që rregullon gjithçka, një ditë do ta ndjesh këtë lodhje. Që tashmë po e shkoj po e ndjen. Dashuria nuk është sakrificë e njanshme. Dashuria është bashkëpunim. Në çfarëdo forme qoftë ajo. 8 të tokës. Flet për punën, disiplinën dhe për kushtimin. Askush nuk mund të thotë se nuk di të punosh. Virgjëreshat nifen për këtë gjë. Problemi është se ndonjëherë kërkon aq shumë nga vetja sa nuk e lejon kurrë veten të ndjesh kënaqësi për atë që ke arritur. Mbaron një punë dhe menjëherë mendon për tjetrën, arrin një objektiv dhe menjëherë vendos së vetes një tjetër. Është mirë të jesh ambicioz, por nëse nuk ndalesh kurrë të vlerësosh rrugën që ke bërë Virgjëresha, do të jetosh gjithmonë me ndjesinë se nuk është mjaftueshëm. Perfeksioni është një garë që nuk fitohet kurrë. Dhe kjo letër të fton të kuptosh atë. Asi i ajrit. Kjo letër është një fillim, një ide, një mënyrë e re të menduarit, që uroj vërtet. Për çdo fillim, pra, kërkon një vendim. E ke zakon të presësh derisa gjithçka të jetë e qartë. Për disa nga vendimet më të rëndësishme merren pikërisht kur nuk i ke të gjitha përgjigjet. Mos prit që dikush tjetër të bindë. Mos prit meratimin e të gjithëve. Ka ardhur koha t'i besosh më shumë gjykimit tënd, sepse nëse vazhdon të kërkosh siguri absolute, mund të humbasësh mundësitë që ke përpara, të dashur Virgjëresh. 2 të zjarit. Kjo letër të vendos përballë një zgjedhje. Më duket sikur ke 2 drejtime përpara. Njëri është ai që e njeh mirë,
tjetri të fikson pak më shumë. Dhe pikërisht për këtë arsye të tërheq. Njëri nuk rritet duke bërë gjithmonë atë që di. Rritet kur guxon të hyjë në territore të panjohura, virgjesh. Mos e merr çdo ndryshim si rrezik. Ndonjëherë ndryshimi është përblimi që ke pritur prej kohësh, virgjesh, por duhet të guxosh ta provosh. Mbreti i ajrit. Në fakt, leximi juaj mbyllet me një letër shumë të fuqishme. Flet për pjekurinë, për vendimet e qarta, për aftësinë për të mos u lëkundur nga çdo mendimi të tjerëve. Vigjesh, ti dëgjon shumë. Kjo është cilësi, por ka raste kur dëgjon aq shumë mendime sa humbet zërin tënd. Njëri të thotë bëje, tjetri të thotë mos e bëj, njëri të mbështet, tjetri të kritikon, dhe në fund mbetesh duke pyetur veten se kush ka të drejtë. Ky letër të kujton se nuk mund të jetosh jetën duke kërkuar gjithmonë miratimin e të tjerëve. Në fund, je ti ai apo ajo që do të jetosh me pasojat e vendimeve tua. Prandaj, mëso ti marrësh ato me shumë besim tek vetja jote. Vigjesh, këto letra tregojnë historinë e njeriu që ka aftësi, disiplinë dhe dëshirë për të ndërtuar një jetë të mirë. Por tregojnë edhe pengesën kryesore. Mendon shumë, analizon shumë dhe kërkon shumë nga vetja. Ndonjëherë pret momentin perfekt, nganjëherë kërkon mendimin e të gjithëve, ndonjëherë nuk e vlerëson atë që ke arritur sepse je i përqendruar vetëm tek hapi tjetër. Mesazhi i këtyre letrave është i qartë. Mos prit të jesh e përsosur për të filluar. Mos prit të kesh përgjigje për gjithçka përpara sa të marrësh një vendim. Dhe mos harro të vlerësosh edhe rrugën që ke bërë, jo vetëm atë që të ka mbetur për të bërë. Sepse të dashur, vigjeresh, jeta nuk ecën përpara kur mendon më shumë. Ecën përpara kur vendos të veprosh me atë që di sot. Dhe i beson vetes më shumë se sa dyshimeve tua.